Tingujt e muzikës burimore, asaj qytetare dhe emocion dhe kujtimeve ndërpreza ishin pjesë e koncertit të shfaqur për publikun lezhjan në 60 vjetorin e krijimit të ansamblit Çiftelia, një nga formacionet të njohura artistike që ka shoqëruar jetë kulturore të këtij qyteti. Në mbrëmjen artistike ku morën pjesë ish pjesëtarë të këtij ansambli dhe artistë rinj të skenës, u interpretuan këngë dhe pjesë muzikore që kanë shoqëruar historinë e ansamblit ndër dekada, duke sjellë në skenë motive autentike të treve së Lezhës. 60 vjetori i ansamblit Çiftelia është një ndër ngjarjet më të rëndësishme të qytetit Lezhës, sepse është një ansambël ku janë përzirë të gjithë të 5 trevat e Lezhës, me kostume, me instrumente, edhe me gjithë traditat e zonës Zadrimës, të zonës Kallmetit, të zonës Malësis, të zonës Mirditës, edhe të zonës Planës. Ky është qëllimi i ansamblit, që t'i rrymë të vlera, me kostume, me instrumenta, me tipologjit e tyre të valleve të vjetra që janë hulumtuar ndër vite. Në vitin 83 jam bashku me ansamblin Çiftelia, ashtu si gjithkush hiku, po me thënë drejt më ka met marak që kam hikun për i Dibre, po edhe këtu kam gjetur një kënaqësi në të gjitha fushat. Në 83 kam shku në Gjirokastër me ansamblin e Lezhës, ansambli Çiftelia, për herë të parë që jam bashku me ta. Kam gjetur ngrohtësi, më kanë respektu, edhe unë kam bërë unë. Është një ansambël që Lezhësi ka dhënë krenari. Unë kam qenë fëmijë kur ka dalë ky ansambël, kur e kam dëgjuar dhe jam krenar sot që marr pjesë këtu në Pallatin e Kulturës Lezhë si pjesë e këtij ansambli, edhe po vazhdojmë dhe me rinjin që të jenë pjesë ansamblit Çiftelia. Në Lezhë, me thënë drejtën, ka një interes të jashtëzakonshëm me brezi i ri, ashtë shumë i dhënë mos folklorit, dhe është një krenari për komin që në Lezhë Çiftelia, Lahuta, Bilbilat, vallet popullore porruan në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe është vërtet një mrekulli e rrallë që një trev që i ruan me fanatizëm të pjesë të folklorit. Kreu i Bashkisë Lezhë Pierin Dreu vlerësoi rolin që ka patur ky formacion artistik në rrugën dhe promovimin e kulturës tradicionale të Lezhës. Unë ndjem krenar për diçka profesion të Lezhës, një kombinacion mes krahinave të ndryshme që flektojnë të gjitha bashkë në një ansambël që quhet ansambël Çiftelia dhe që në fakt ka lënë shenja të pashlyeshme në historinë e folklorit shqiptar, duke marrë pjesë në shumë kompeticione, duke prodhuar këngë, valle të jashtëzakonshme, duke marrë çmime. Prej 6 dekadash, ansambli Çiftelia ka mbetur një simbol i identitetit kulturor të Lezhës, duke mbajtur gjallë folklorin, muzikën tradicionale dhe frymin artistike të zonës.